qeverinë për ta quar përpara. Si shkon kjo? A ka kompetencë të plot ashtu siç edhe thuhet? Tu dallon në atë periudhën 6 mujore. Ushtuesi detyrës se presidenti me ushtuesin e detyrës qeverisë. Ushtuesi i detyrës qeverisë ai ka kompetencat e zhvilluara, jo ashtu siç e përcakton Kushtetuta e Kosovës dhe ligji për qeverinë. Ndërsa te presidenti, ushtuesi i detyrës apo ushtuesja e detyrës i ka të gjitha kompetencat e plota. Unë kam atë mendim. I ka të plota. I ka të plota, prandaj ajo gjithçysh pse ushtuesja e detyrës edhe tani kemi pas ushtuesin e detyrës nëse zgjedhet kryetari i kuvendit. Si zgjedhet kryetari i kuvendit, ajo automatikisht e merr detyrën. Anis ky mandati ushtuesit të detyrës, nga ajo ditë që e merr detyrën, shembull, nëse konstituohet kuvendi, hajde ta zëm më 10 po, atë e kam, për shembull më 10 korrik. Anis që nga dita 0 ai bie ashtu apo llogaritet edhe ajo koha e kaluar? Kushtetuta e ka përcaktuar qartë, thotë detyrën e ushtuesit detyrës e presidentit, kryetari apo kryetaria e kuvendit ka një afat 6 muaj. Andaj e tërë ditë pas dite i llogaritet Tanzo Malbolena. Shka dikush tjetër? S'ka lidhje. Nuk ka lidhje? Ja, 6 muaj është. Për shkak se Albolena i ka pas ta zonë 3 muaj ditë. Tash momenti kur vjen kryetari i ri, ose kjo e vazhdon se nuk mund të pas kjo edhe 6 muaj. Kjo ka edhe 3 muaj. Pra nuk fillon nga fillon nga dita e parë kur ka filluar ushtimi ushtuesi. Po, kur ka filluar detyrën e ushtuese presidentes. Prandaj kjo është shumë e qartë, për shkak kushtetuta thotë kjo 6 muaj ditë. Mirë, po atëherë kemi problem. Pas 6 muaj çka do? Kjo është pikpyetja. Tash pikpyetja këtu është, po edhe këtu ka serime të marrë parasysh të praktiken evropiane. Në të raste që ndodhet, mos zgjedhet presidentin këtu afate caktuara. Cilat janë afatet? Ma i shpjego pak afatet. Afati 6 muaj është ushtrimit detyrës. Ushtruesi i detyrës, po. Me njëherë pas konstituimit të kuvendit.